Barabartësia gjinore na ofron mundësi të barabarta në çdo fushë të jetës, sidomos në sport. Gjatë gjithë këtyre viteve ka patur ndarje të sporteve, sporte për meshkuj dhe sporte për femra. Unë mendoj se ne kemi ardhur në të jetë të barabartë, kështu që mendoj se edhe në sport nuk ka sport që një femër nuk mund ta bëjë, as që mashkull që nuk mund ta bëjë. Për shembull kemi ne judon, e cili është një sport që është luajtur nga meshkujt, por në fakt ne kemi dy përfaqësuese shumë të famshme të Kosovës që na kanë përfaqësuar më së miri në çdo kampionat të tyre. Pavarësisht gjinisë tuaj, merruni me sportin që ju keni vërtet dëshirë, sepse mund t'ja dilni dhe mund t'jepni më të mirën tuaj. Mendoj që në futboll dhe në basketboll, nga që janë sporte më fizike, vaset çunat janë më të favorizuar, por kjo s'do të thotë që këto kohë që ka ardhur, mos ketë edhe femra që janë shumë më mirë se ne. Mbase ti nuk duhet të luash sepse je femër, nuk je aq e zonja sa ne, ose kundërtat e meshkujt, po këto janë gjëra që kalojnë, nuk besoj se janë shumë të rëndësishme. Çdo gjë shihet te mediat sociale, te interneti, sa më shumë të ketë pro barazisë gjinore, aq më mirë është. Për konceptin e barazisë gjinore kemi dëgjuar jashtëzakonisht shumë. Më së shumti, ky informacion na është dhënë pikërisht nga mësuesit tonë të edukimit fizik, të cilët na kanë informuar jashtëzakonisht shumë duke na dhënë informacione nga më të rëndësishmet që kanë qenë shumë të nevojshme për secilin prej nesh. Tek shkolla jonë në fakt nuk e shikoj këtë gjë. Kjo për shkak sepse pavarësisht se mendohet që vajzat nuk janë aq të mira sa djem, nëse ato do të përkushtohen më shumë apo do të japin maksimumin e tyre, atëherë do të arrijnë gjithçka duke treguar forcën e tyre.